Jemi rikthyer kështu në pjesën e fundit të mesditës, do të vazhdojmë të qëndrojmë tek zhvillimet politike. Jemi në një kohë fushate, tashmë ka mbetur edhe 3 ditë deri kur qytetarët do të shkojnë të dërgojnë votën e tyre për atë se mendojnë se janë të duhurit për të qeverisur në 4 vitet e ardhshme. Po shpresojmë që të jetë e tillë për të diskutuar se çka presin realisht lëvizja vetëvendosje, si dhe kandidatët, eksponentët që përfaqësojnë këtë parti, i kemi rezervuar në këtë pjesë të fundit. Sot i ftuar është zotri Abdullah Klinaku. Zotri Klinaku, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit shumë për ftesën. Thash se kanë mbetur edhe pak ditë prej kur do duhet që qytetarët shkojnë edhe të votojnë. Kësaj radhe po shihet një entuziazëm më i vogël i qytetarëve se sa ai që ke në shkurt. Disa po thonë se është për shkak të lodhjes që kanë pas nga gjitha proceset zgjedhore, të tjerë po thonë për shkak të zhgënjimit që ka nga klasa politike. Si po e shihni ju personalisht? Me thënë drejtën, kam përshtypjen që ekziston një entuziazëm. Pra të referu të bimeve të mëdha zakonisht që po mbohen, kemi bojna me të bime edhe me përgjigje të qytetarëve në mënyrë sa më masive. Gjithmonë po flas për të bimet se cilat janë të bime qendrore të organizimit, dhe aty shihet një entuziazëm. Por çka besoj që është një farë qetësie përgjithshme këtyre zgjedhjeve, që mendoj që është gjendje e mirë kjo, për shkak që qytetarët kanë vendosur për votën e tyre në përgjithësi, janë pjesë aktive të bimeve zgjedhore, edhe partitë politike, të përfshi këtë rast edhe lëvizjen vetëvendosje, mendoj që e ka vendosur bëmjen e një fushate që për mua mendoj që është shumë korrekte, është shumë e mirë, është fokusuar në të arriturat e qeverisë të mandatit dhe të njëjtën kohë në zgjidhjet dhe alternativat që jep për mandatin në VM. Në këtë rrjedh, qytetarët janë duke i pa ofertat, duke i pa mundësitë, dhe mendoj që në shumicë shumë e tyre e kanë dorë edhe menen se për kënd do të votojnë. Entuziazmi definitivisht për sa i përket aktiviteteve tona publike është shumë i madh, qytetarët janë duke paraqitur në mënyrë sa më masive në për të bime, por që natyrisht është edhe koha edhe fundvitit, ku kemi edhe një numër të madh të mërgatës që janë ardhur në Kosovë, dhe besoj që edhe pak mutje edhe pak koha mundet me ndiku që në momentet caktuar më u duk që është më e qetë. Unë besoj që fushata edhe sa më e qetë me qenë është edhe korrekte, është fushatë e mirë, për shkak që qytetarët i ndëgjojnë ofertat, i ndëgjojnë mundësitë edhe pastaj votojnë. Për nga gjua që përdoret? Unë po kujtoj që në përgjithësi, të pas parasysh aktivitetet tona që kemi pas gjatë këtyre ditëve të fushatës zgjedhore, janë fokusuar në të arriturat e qeverisë ku janë të bollshme për mi bindë qytetarët që kjo qeveri duhet me vazhdu dhe më tutje. Të njëjtën kohë po japin edhe alternativat edhe mundësitë për mandatin e ardhshëm qeveritar, dhe qytetarët janë duke i pa edhe duke i ndëgjuar me kujdes gjitha të arriturat dhe alternativat cilat po jap lëvizja vetëvendosje. Në këtë kontekst besoj që ata kanë një ide shumë të qartë, një bindje edhe një besim edhe shumë të thellum, dhe të njëjtën kohë normalisht janë më të qetë kuadrin e debatit të përgjithshëm që po bëhet rreth platformave ose rreth programeve zgjedhore të partive politike në përgjithësi. Kjo mendoj që është punë e mirë, na është procesi, ka komuna ku për herë 4 dalin në zgjedhje, ka komuna ku qytetarët dalin minimalisht për herë 3, pra kemi pas përfshi këto dhe ballotazhin, dhe në këtë kontekst natyrisht që ka shumë qytetarë që e shohin pak me një farë lloje qetësie më të shtume këtë proces zgjedhor, por po ashtu e shohin edhe si mundësi e aktivizimit sa më të madh që këtë rast lëvizja vetëvendosje me arrit përqindjen e mjaftueshme për të bërë qeverinë vet, pa pas nevojë për partner tjerë, të cilët gjatë këtij viti u dëshmojnë që për fat keq e ka një dosë të madhe të vullnetit për mi bloku institucionet. Dhe pikërisht për shkak të zhvillimeve që të gjithë i kemi parë gjatë muajve, gjatë gjithë këtij viti realisht, do ta ketë më të vështirë apo më të lehtë lëvizja vetëvendosje këtë herë? Unë besoj që përballë fakteve politike që i ka shfrytzuar lëvizja vetëvendosje gjatë këtij viti, do ta ketë më lehtë. Për shkak që fakti politik është që lëvizja vetëvendosje ka ofertuar LDK për me qenë pjesë e koalicionit, e ka ofertuar kandidatë ndryshëm të cilët i ka pas për kryetar të kuvendit dhe të cilët janë bojkotu prej opozitës, e ka ofertuar pastaj edhe qeverinë e pakicës si një prej alternativave të mundshme të propozuar për kryeministit Kurti. Ka pas zona nga partitë e tjera që duhet ndruhet kandidati për kryeminist është ndru dhe ka qenë zot një konjusa pastaj që ka propozuar qeverinë. Edhe këto gjitha këto fakte politike janë dëshmuar me refuzim prej opozitës dhe prej partive tjera politike.
kjo ideja e përmbylljes së këtij procesi të bllokatës së institucioneve ka marrë kuptim edhe në zgjedhjet lokale, ku shumica e partive të tjera në pikat kyçe ose në qytetet kyçe kanë provuar për me pas një farlloj koalicioni të heshtur e të fshet përballë kandidatëve të lëvizjes vetë vendosje për kryetar komunash. Dhe në përgjithësi qytetarët e kanë kuptuar që përballë këtyre fakteve politike, që lëvizja vetë vendosje ka provuar ta formojë qeverinë, e kanë pasur që partitë e tjera e kanë një farlloj definitivisht një lloj bllokade karshi formimit të institucioneve në parimin e legjitimitetit që e ka fituar kryeministri Kurti mbi 42% Dhe është kjo të arsyeja pse ju dëshironi apo në fakt kërkoni realisht mbi 50%, apo ekziston ajo që e thonë edhe partitë e ish opozitës që thonë se dëshirojnë të qeverisin vetë për shkak se nuk duan ta apo edhe nuk dinë ta ndajnë pushtetin? Po duke pas parasysh këtë vit që ka shkuar, e dini se tash në kuptimin e retrospektives me kthye dhe reflektimit me basi me thonë në përgjithësi edhe jo ndoshta si aktive dhe jo si pjesëve të vendosjes edhe në vitet e mëhershme, unë besoj që në këtë aspekt edhe këtë tezë nuk është e qëndrueshme. Për faktin e parë është që lëvizja e vendosje ka ndonë pushtetin me lidhjen demokratike të Kosovës në për një kohë shumë të shkurtër, kohë shumë e shkurtër, por që rrjedha asaj në erëzimit e asaj qeverie dihet se kush ka qenë faktori ose shtytsi kryesor për erëzimin e asaj qeverie. Pra, ka pas një qeveri midis lëvizjes vetë vendosje dhe LDK-s. Fakti i dytë është që prapë LDK-s i është ofruar kërkesa publike dhe zyrtare për të qenë pjesë e qeverisjes. Fakti i tretë është që partitë e tjera politike kanë refuzuar çdo formë të bashkëpunimit me lëvizje vetë vendosje. Dhe nuk është problemi 50% për me qeverisë vetë, problemi është substancial, i 50% për pas mundësi më formu institucionit sa më shpejt, edhe me ushtri edhe me vazhdu aktivitetet, edhe progresi i mendësisë dhe i programit qeveritar që ka qenë këtu kate vite, duke vazhdu pjesën tjetër. Gjitha këto më pas i faturohen vetëm partive ish opozitare për blokadën, si që po e thoni ju, dhe jo juve, edhe juve ndoshta për shkak se të njëjtat po thonë se pikrisht për situatën e krijuar, faturën dhe e paguaj lëvizjave të vendosje. Pra, shohim se secila parti drejton gishtin nga njëra tjetra, dhe nëse dalim dhe shohim në terren, ku qëndron realiteti? Është e natyrshme që partitë politike i shkëmbejnë këto akuza me njëra tjetrën, në fundit funksionojnë për me provu çdo momentum politik me kthyer në favor të vetin. Por unë besoj që fakti ka mu dëshmu edhe 3 ditë, pra 4 ditë me ditën e diellën, ora 7, potencialisht dalin exit pollet e para, edhe mrena pak ore ka me dalë rezultati dhe ka mu dëshmu se qytetari cilën e ka vlerësu ma shumë që e ka bloku institucionet e vetë. Unë absolutisht prej aktiviteteve. Presni rezultatin e vitit 2021, sepse për të është thënë se është i pamundur. Prej aktiviteteve që jemi duke pa, takimeve që jemi duke pa, unë besoj që lëvizja e vendosje ka me pas mundësinë reale për formimin e institucioneve pa partner tjerë të koalicionit. Pra, a do tjetë 50%, a do tjetë 29%, a do tjetë 53%, fundit ajo është veç një hamendësim që mundemi me thonë. Por, a do ta bëj vetë, unë jem shumë i bindur që do t'i ketë mundësit reale për me pas numrin mjaftueshëm të deputetëve që me informu institucionet vetë me njerë ma jeni të hapur të bashkëpunoni me partitë tjera, ose keni preferenca, sepse dim se Lidhja Demokratike të Kosovës i dërgua 2 herë ftesë. Partisë Demokratike të Kosovës, mbi bazën se nuk është e reformuar dhe keni ideologji ndryshme, nuk i dërgua fare ftesë bashkëpunimi. Keni ndonjë preferencë apo jeni të hapur për gjitha partitë? Unë besoj për sa i përket kësaj çështje, fillimisht priten rezultatet. Kur dalin rezultatet, atëherë janë organet e partisë që vendosin edhe mundësitë e afërsisë programore, po të njëjtën kohë edhe ideore. Mbas kësaj munden edhe me pas oferta për partitë të ndryshme varësisht. Por nuk ka ndonjë parti me të cilën nuk do të bashkëpunoni fare. Për momentin, unë besoj që është shumë e qartë politika edhe fushata elektorale që është e përqendruar në kërkesën e qytetarëve që mas 28 dhjetorit lëvizja e vendosje i formon vetë institucionet. Zotri Kleaku, është kritikuar gjatë ditës së sot me mjaft shumë edhe ajo që dje kryeministri në detyrë Albin Kurti edhe bëri të ditur se me 29 dhjetor do të ndahen do të ndahen nga 100 euro për fëmijët dhe pensionistët, ndonë se kjo është bërë edhe vitin e kaluar, mirë po tani pam që gjatë mëngjesin e sotën pati shumë kritika dhe nga ana e opozitës për ta. Është normal me pas kritika për opozitës për shkak që fundit edhe ata duhet me i gjej disa mundësi për me mirëmbajt veten të elektorati vetë.
por në përfitimin qytetar, mendoj që kjo është një mundësi shumë e mirë dhe një përfitim sado i vogël për gjithë qytetarët e vendit tonë. Po e zom, një familje, nëse i ka 2-3 fëmijë, po e zom edhe prindrit, pra babën, nanën, gjyshen, i vjen që mrena pak dite me që jenë përfitus të 500 eurove, dikush 600 euro, dikush ma shumë. Pra nuk është shumë e vogël që për fund vit, përkundër gjitha këtyre sfidave, problemeve, çmimeve që janë duke ndodhur në vendin tonë, të ketë hyra këto krahas rrogave ose të hyrave të tjera të cilat i sigurojnë familjet në Kosovë. Pra unë besoj që është e miqësardhën për krejt qytetarët e vendit tonë. Tashti, çfarë reflektimi politik mundet me pasur, besoj që shumica dërmuese qytetarët e vendit tonë kanë dhënë mendin për kanë me votu këto zgjedhje. Për sa i përket mbështetjeve. Ka po thoni se kjo nuk do ta ndikoj. Kjo besoj që veç e forcon bindjen e atyre që qeveria është të gjithëve dhe prej saj duhet me përfitu të gjithë. Pra shtesat për fëmijë, pensionet, mbështetja subvencionimi lehonave dhe i kategorive tjera brenda familjeve, ka qenë një politik e kësaj qeverie në këto 4 vite të cilat i kanë mbështet prej 30 euro, tani më 45 euro dhe me premtimin që vitin tjetër kanë me u dyfishu gjitha shtesat për fshi, edhe shtesat për fëmijë, edhe për grashat zona, edhe për lehonat, edhe pensionet. Megjithatë, në kohën kur ju keni qenë, pra, lëvizja Vetëvendosje ka qenë në opozit, ka pasur kritik pikërisht për këtë gjë, pra që para zgjedhjeve ndahen qoftë shtesa apo qoftë para për kategoritë të caktuara. Ka qenë kjo kritik që e ka bërë vetë lëvizja Vetëvendosje dhe këtu pastaj reagon opozita duke thënë se për gjërat që na kritikoni neve dikur po i bëjnë të njëjtat tani. E para ka një dallim. Dallimi i parë është që nuk është viti i parë që janë dhënë këto shtesa, pra ka qenë edhe viti i kaluar. Dallimi i dytë është që shtesat për gjithë anëtarët e familjes në Kosovë kanë nisë me këtë qeveri. Pra për fëmijë japen shtesa, për leonën japen shtesë, për pensionerët që është rritë pensioni. Gjitha këtu kanë ndodhur në proces. Dhe në kuadër të këtij procesi, kur qeveria i mbështet familjet, edhe në fund vit është hera e tretë për që se zgaboj që mbështeten familjet, mbështeten studentët, mbështeten me projekte të ndryshme të cilat kanë qenë këto 4 vite të qeverisë, me theks të sforcuar besin këto 3 vitet, atëre bjen që kjo është në kuadër të mendësisë dhe logjikës së qeverisës për të lehtësuar jetën e qytetarëve. Tash, a duhet dikush me kritiku? Unë besoj normalisht që ata kanë mundësi me kritiku në kuptimin e përpjekjes tyre për me gjetë veten sa më aktiv në këtë fushat. Por, një qytetar që është në këto moment, të e pa këtë emision, e din që kjo është një mbështetje për ti dhe një për të dhe një përfitim për familjen e tina, krahas asaj që qeverit e mëhershme nuk kanë dhënë mbështetje për familjet as fillim vit, e as fund vit, as para fushatës, kritika më madhe ishte në mënyrën se si e tha zotri Kurti, me 28 na votoni, sepse me 29 do t'ju shpërblejmë me 100 euro për fëmijët dhe 100 euro për pensionistët. Dhe këtu pastaj ishte reagimi i tyre më jashpër, sepse e dim, është fakt që edhe vitin e kaluar, po, kanë përfituar edhe pensionistët edhe fëmijët me nga 100 euro. Duhet me i po, këza normali këtu idejnë e përplasjeve të këtyne menimeve, se që përballë një mbështetje financiare për familjet, duhet me gjithë gjithçysh një diskurs politik për me mujt pak të mbile me provu me thonë diçka. Pra për balë të hyrave që kanë me siguru familjet dhe për që sigurujnë familjet gjatë kësoj kohë, edhe partitë e tjera normalisht duhet me provu me gjetë një hapësirë të veten, ku e gjojnë diskursin e vetë, ose ku provojnë me përfitu hapësirën e vetë të kritikës. Duhet me kuptu si pjesë normale e fushatës elektorale, por për balë të normalitetit të fushatës elektorale është një fakt. E ky fakt është që familja në Kosovë mbështetet financiarisht nga qeveria Kosovës të 3 vitet e funit kryesisht. Zotri Klinaku, ju kandidoni për një mandat për deputet që në rast se zgjidheni do t'jetë mandati juaj i parë, nëse nuk gaboj. Megjithatë, ku do t'jetë kontributi juaj, ku do të fokusoheni? Unë besoj që të ke pas parasysh edhe aktivitetet tona, edhe fushën tonë, ekspertizën tonë, profesionin tonë, besoj që jam interesu me dhënë kontribut përmbajtësor në 3 fusha. Në mirëqenien e familjes, në drejtësi, po të njëjtin kohë për shkak të përvojës gjatë që e kemi bërë edhe në shëndetësi. Besoj që është shumë e rëndësishme që për shkak temave dhe trajtesave që kemi bërë që një kohë gjatë për sa i përket çështjes së familjes, mundemi me dhënë kontributin tonë përmbajtësor për sa i përket
mbrojtjes së saj në 3 segmente cilat i kemi përmend vazhdimisht. Unë besoj që familjes së Kosovës vijnë një mbështetje financiare vazhdueshme, një mbrojtje politike përmes formimit të Ministrisë për Familje që e keni parë që në përpjekjen e parë të kryeministit Kurti, po të njëjtin kohë edhe në propozimin e kandidatit për kryeministër Konjufsa është propozuar Ministria për Familje dhe Mbështetje Sociale dhe e treta është mbrojtja juridike e familjes. Pra unë besoj që me një familje ku kemi me subvencionu fëmijë, gros sazona, lehonat, personat me nevoja të veçanta, sfidat e tjera mbrana familjes, ku në kuadër kësaj është propozuar edhe formimi i ministrit, formimi i gjykatës për trajtimin e çështjeve familjare. Ne e dimë që shumë probleme të cilat ndodhin në kuadër të familjes, prej alimentacionit, divorcit, dhunës familje dhe problemeve të tjera të cilat ndërlidhen, jo një procedurë gjatë që duhet më ndjek në kuadrin e procedurave ligjore dhe është propozuar formimi i gjykatës për çështje familjare. Kjo për mua është shumë e rëndësishme të shtyhet si proces. Pra, këto janë bazat në cilat ju zotëri Klinaku do fokusoheni në rast se edhe merrni votën. Cili është, me qenë se po flasim për ju, cili është disponimi qytetarëve gjatë komunikimit që keni me ta në raport me ju? Me të thonë drejtën, natyrisht puna e këtyre zgjedhjeve shpeshta këtë vit, po të njëjtën kohë edhe i kandidimit tonë në kuadër televizës vetëvendosje për herë të parë, fillimisht kam pas hezitimet e mia, me thonë drejtën se do të pritet se do të trajtojmë temat, por me thonë drejtën jemi të befasuar për mirë për pritjet që është bërë. Pra kemi takime të vazhdueshme, nxitje të vazhdueshme edhe duket një mbështetje e fuqishme. Unë me thonë se gjatë kësaj kohe jam ndaj kënaqur shumë me mbështetjet që kemi marrë për njerëzve në diasporë dhe që ka qenë motiv shumë i madh për neve, që kanë votuar në këtë procesin me postë. Dhe shumë prej tyre, më thonë qindra prej tyre, kanë qenë mesazhe që e keni mbështetjen tonë në këtë proces, edhe e kanë shfrytzuar të drejtën e tyre të votës përmes postës. Kjo ka qenë një farë kur ti e lodh ndoshta me 10-15 takime brenda ditës, dhe kur mbrëmje ke po që ka qenë një mbështetje që ka ardhur për njerëzve diasporë, ti e ke marrë një motiv shtesë për me vazhduar dhe mos më nalin këtu. Po ashtu edhe takimet që kemi, fjalë që kemi, nxitjet që i morëm prej tjerëve, definitivisht janë një inkurajim shumë i madh për neve. Po me diasporën që erdhën në Kosovë, keni pas mundësi të takoni tashmë këtë ditë, sepse ka disa ditë që prania e tyre është edhe më e madhe në Kosovë. Kësaj radhe rasisin që edhe të shfrytëzojnë drejtën e tyre të votës, me qenë se janë në pushime. Po patëm disa takime të organizuar, patëm një takim me në kryetarin, përkatësisht kryetarin e Kuvendit Konjufse në vështrim emergjimtar. Patëm edhe takimet e tjera me emergjimtar të organizuar të veçanta për diskutime për këtë tema. E kështu në biseda, në takime, në kafe ose bashkëbisedime më të afërta, po thuaj se çdo moment është bë takime me emergjimtar duke nisë prej shtëpisë, pra prej familjeve tona ku kanë ardhur emergjimtarët deri te rrethet e para, fkojshi, të afërmit, deri te këto takimet tona publike. Definitivisht edhe Mergata ka kanë entuziazëm për këtë zgjedhje, është dëshmuar që e kanë një interesim të madh për të qenë pjesë aktive edhe direkte e zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Një numër shumë i madh më po duket që është duke ardhur dhe pritet me ardhur deri të shtunën për qenë ofër familjeve tyne në këtë fundvit, për të njëjtën kohë edhe për ta shfrytzuar drejtën e tyre të votës. Besoj që për emergjimtarët ka qenë një mundësi e mirë, një mundësi, me thonë kështu, festive edhe politike të njëjtën kohë, për shkak që edhe ata ndjejnë veten edhe janë pjesë e pandashme e familjeve tona. A mund të jetë diaspora vendimtare për rezultatin e këtyre zgjedhjeve, me qenë se prania e tyre është më e madhe gjatë këtyre zgjedhjeve se sa herë të tjera, e rrit edhe më shumë ndoshta mundësinë që edhe rezultati të determinohet pikërisht nga vota e tyre. Diaspora mund të jetë një faktor i rëndësishëm për rritjen e numrit deputetëve, pra për rritjen e përqindjes së partive politike për të cilën do që votojnë. Unë besoj që shumica dërmuese e njerëzve të diasporës është në mbështetje të televizës vetëvendosje. Nuk e them veç prej dëshirës, po e them edhe prej fakteve dhe prej takimeve që i kemi. Pra edhe në rrugë nëse je, edhe në dyqan nëse je, kudo je, thotë që ose të nalet, ose të folë, ose të përshëndet dhe e publikon idenë e tij dhe mbështetjen e tij për lëvizjes vetëvendosje. Kjo besoj që do të jetë një ndikim. Ndikimi është përmbajtësor, por që në esencë besoj që mbështetja shumë e madhe vjen edhe prej njerëzve të cilët jetojnë në Kosovë për ditë. Pra na e kemi
një votë që vjen prej qytetarëve të vendit tonë, që jetojnë Kosovë, apo që përkohësisht për rrethona ndryshme jetojnë edhe në vendet të ndryshme të Evropës, po edhe të botës. Unë besoj që kjo ndarja midis votës të Kosovës edhe të Mergatës nuk është fort korrekte, nuk është e drejtë, ajo është votë e jona, është votë e qytetarëve të vendit tonë, është votë e familjeve tona ku bashkëjetojmë e ku ndajmë edhe gëzimin, si me thonë, edhe sfiden, edhe bindjet e ngjashme, po edhe debatimet për çështje politike. Tesh besoj që diaspora ka me dhënë një kontribut dhe ka nxit me ne, ka bo më atmosferë çështjen edhe këtu ditë fund të fushatës elektorale. Po nëse e bën edhe garen më të nxehta. Edhe garen e ka bo më nxehtë, po të njëjtin kohë besoj që e ka shtuar fundit atmosferën festive. Unë po besoj që kjo fushatë elektorale është kësha shumë e qetë kuptim të projekteve si garim, por jo në kuptim të ofendimit dhe të fyrjeve që mënen potencialisht mendohet. Dhe Mergata po minej që është duke bësh dhe të më shumë sa ma festive këtë fushatë, sa ma atmosferë këtë fushatë. Kjo për shkak të Mergatës apo për shkak të kritikave që janë dhënë në fushatën e zgjedhjeve të kaluara? Që për shkak të proceseve politike që ndodhin, që politika është proces evolutiv, evoluon çdo kohë. Politika nuk është çështje statike. Nëse një projekt politik ose një në fundit edhe një mendim që ndërtohet mbi disa baza për me ndërtu një kampanjë elektorale në shkurt, më ndryshoj për 10 orë, më ndryshoj për vitin e ardhshëm. Thjesht në procesin e evoluimit të mendimit politik, të kampanjave politike, duhet shihet edhe kjo. Pra nuk është diçka e jashtëzakonshme, por është diçka e mirë që qytetarët e vendit tonë po e presin mirë. A do të vazhdoj të jetë e tillë gjua edhe pas rezultatit të zgjedhjeve? Pyes kështu pasi skeptik janë treguar edhe politologë të ndryshëm, duke parë si gjë të mirë se gjitha partitë tashmë po përdorin një gjuhë më të moderuar në këto zgjedhje të parakohshme, mirë po kanë dyshimet e tyre nëse e njëjta do të jetë edhe pas rezultatit të zgjedhjeve. Besoj që duhet me pas shumë të qartë çdo politikan tonë, qoftë na si kandidat, qoftë politikan të kryetarët e partive politike, që Kosova më nuk ka kohë me humbë as një ditë për formimin e institucionit pas zgjedhjeve. Unë besoj që ky kujdes duhet me vazhdu edhe pas zgjedhjeve. Unë jam i bindur po ashtu që qeveria e ardhshme do të bëhet nga lëvizjeve të vendosje me partnerët e saj të komuniteteve të tjera jo serbe. Pra do të jetë e mjaftueshme për krijimin e institucioneve. Dhe unë besoj po ashtu që do ta tejkalojmë edhe sfidën e presidentit vitin e ardhshëm, për shkak që do të shkohet drejt një kandidati që opozita fundit do ta ketë pamundur refuzimin e tij. Dhe për neve çka është e rëndësishme? Është e rëndësishme që ky proces të përfundojë mirë, formohen institucionet shpejt dhe të ketë stabilitet politik për me pas mundësi me vazhdu koncepti i sigurisë dhe i begatisë. Kush do të jetë ky personi që opozita do ta ketë pamundur për ta refuzuar? Nuk është çështje që dihet tani, por çka dihet? Dihet që në logjikën politike të lëvizjeve të vendosje ka pas shpesh raste kur janë dhënë propozime përtej ngushtësisë politike. Dhe nëse jepen propozime të tilla edhe për çështjen e presidentit ose për procese të mëdha, besoj që partitë politike, sidomos edhe duke pas parasysh rezultatin e këtyre zgjedhjeve që pritet, unë nuk mendoj që kanë një motiv shtesë për me ritestu veten në pranverë. Sepse edhe për konjufësën u mendua se partitë e ish opozitës nuk do ta refuzojnë, duke pas parasysh marrëdhëniet që konjufësa ka pothuajse me të gjithë brenda kuvendit dhe po am një realitet tjetër pastaj. Po ky realiteti tjetër është rezultat i kësaj devijimit prej asaj që ka thëshin publik dhe asaj që ka bëjshin mrapaskene partitë opozitare. Pra, partitë opozitare thëshin në publik që po sa ndërrohet kandidati, na kemi mi dhënë mbështetje politike. Për fatkeq, kur u ndrru kandidati, këtu nuk i dha mbështetje politike, thjesht u dëshmu koncepti, ideja e tyre për me blloku institucionet e vendit edhe mos me formu institucionet rrjedhimisht për me provu me bëni blokad ndaj lëvizjes dhe vendosje. A ka gjasa që ta kemi sërish të njëjtin... Absolutisht me ne që nuk ka gjasa me pas. Në rast se kemi një rezultat paka shumë të ngjashëm me atë që kishim në shkurt. Besoj që në Kosovë çdo parti politike synon për medale para. Por duhet me pas parasysh që ky legjitimitet që vjen se rezultati votës të popullit duhet me shku në vit njëjtë edhe me të drejtën ose me procedurën legale të zgjedhjes së qeverisë. Ai që deli pari, ai është përgjegjës politik e juridik e zgjedhor i formimit të institucioneve të vendit. Nuk ka logjik me provu që
përmes kalkulimeve të brendshme me u përmbys rezultati zgjedhor ose legitimiteti Partitë popullor. opozitës se kanë thënë këtë haptas. Madje edhe në studion tonë, gjatë ditëve të shkuara, në një kohë fushat, mirë po edhe para fushatës, shpeshherë kanë deklaruar se në këto zgjedhje të parakohshme do të bëjnë pamundurin që të bëhen bashkë në mënyrë që të mos lejojnë ardhin e kryeministrit e detyrë Kurti edhe një herë tjetër në krye të ekzekutivit. Dhe thënë gjitha këto, duke marrë parasysh ndoshta deri diku dhe zhgënjimin e qytetarëve dhe rrethanat në për cilat gjenden sot skena dhe klasa politike, mund të ndodhë një qeveri opozitës? Pora, unë kam qenë kundër çdo logjike të përmbysjes së legitimitetit popullor përmes legalitetit. Pra, legaliteti është kur ku vend mundesh mi bë 61 deputet dhe formon qeverinë, pa marrë parasysh vullnetin e popullit. Vullneti i popullit ka folë që 42% shkurt kanë qenë pro lëvizjes vetëvendosje. Rrjedhimisht, mendoj që vullneti i popullit edhe këto zgjedhje ka më qenë formimi i institucioneve pre lëvizjes vetëvendosje pa pas nevojë për partneritet me partitë e tjera politike. Çka është tendenca? Po, tendenca është që lëvizja vetëvendosje mos me pas mundësi me marr 40 deputet, pra me met minus 40 deputet. Në momentin kur mbetet minus 40 deputet, atëherë mendojnë që partitë e tjera me përmbys legitimitetin popullor si partia e parë që është ardhur për zgjedhjeve, përmes rrugëve të legalitetit për me mbledh 61 numra kuadër të kuvendit edhe me përmbys qeverinë, me përmbys shumicën parlamentare. Kjo është një prej arsyeve që qytetarët janë shumë të interesuar me e votu lëvizjen vetëvendosje. Kjo është një arsye për shkak se qytetarët nuk dojnë që me u thy legitimiteti, me u thy vullneti i tyre që partia e parë me pas përgjegjësinë politike. Ajo a qeverisë mirë, nuk qeverisë mirë, gjykohet në zgjedhjet e radhës, por legitimiteti nuk mundet me përbys përmes legalitetit. E dyta, mendoj që shumica dërmuese e qytetarëve kanë të qartë që na sot po shkojmë zgjedhje, për shkak që lëvizja vetëvendosje e ka defaktorizuar totalisht listën serbe. Pra, sikurse lëvizja vetëvendosje kish bërë koalicion me listën serbe, na sot i kishim pas një qeveri dhe një faktorizim të listës serbe në Prishtinë. Dhe faktorizimi i listës serbe në Prishtinë do të nënkuptonte defaktorizim të sovranitetit në veriun e vendit. Por lëvizja ka qenë e qartë, mendimi politik i kryeministit Kurti ka qenë i qartë, që nuk ka asnjë raport politik me lëvizjen vetëvendosje, me listën serbe, midis lëvizjes vetëvendosje dhe listës serbe, dhe rrjedhimisht e ka pru, si me thonë, ka orë gjendje për me shku prap me testu besimin e qytetarëve tek ai, por jo me faktorizu listën serbe. Dhe kjo po gjykohet, po vlerësohet jashtëzakonisht shumë edhe për qytetarëve, dhe mendoj që ky është edhe një prej faktorëve keq që ka me pas një mbështetje të madhe prej qytetarëve lëvizja vetëvendosje. Qartë. Zotëri Klinaku, me qenë se edhe jemi në fund të intervistës, por edhe me qenë se jemi në fushat, mund ta përmendni edhe numrin tuaj me cilin kandidani në këto zgjedhje. Po, faleminderit shumë. Unë besoj që këto zgjedhje po mundohemi ka shkojmë edhe numrin me përmend edhe me ja bë të qartë ose paktën me njoftu qytetarët e vendit tonë. Unë konkurroj në listën e lëvizjes vetëvendosje me numër 73 dhe ka nisë më bëni numër të i këjshëm gjatë kësaj kohe. Përgjithësi ka shkoj, po e përmendim që 73 që është numri jam listën zgjedhore. Suksese në fushatën tuaj dhe faleminderit shumë që ishit në studio. Faleminderit shumë juve. Faleminderit shumë, zotëri Klinaku, për kohën, ndërkaq një falënderim shumë të veçantë edhe për shikuesit të cilët gjetën edhe sot, si çdo ditë tjetër, të jenë bashkë me programin e Mesditës qysh prej fillimit të tij. Me padyshim se do të shihemi sërish nesër, deri atëherë juve mirëmbëjtje apo jo. Po, sigurisht në të njëjtën kohë i presim në orën 12 me zhvillime të tjera deri nesër.